Qytetarët dhe përfaqësuesit e biznesit nga sheshi Demokracia në drejtim të Rusit ishin në fokus të takimeve që zhvilloi kandidati për deputet i Partisë Demokratike Bart Spahia në Shkodër. Gjatë bashkëbisedimit me këto të fundit, Spahia u njoh me sfidat dhe vështirësitë që janë krijuar në këto 12 vite nga keqeverisja e Edi Ramës, ndërsa prezantoi programin e Partisë Demokratike të 100 ditëve të para qeverisëse, me një plan konkret për zhvillim ekonomik, lehtësim fiskal dhe një qeverisje të ndershme afër njerëzve. Situata do të ndryshojë, tha Spahia, ndërsa mori mbështetjen e qytetarëve. Na morë vesh qyshin para sportit punën tonë. Mjafton me qenë demokrati flat. Faleminderit Do shumë. të gjithë mira për ju inshallah. Jetë na ka ardhur me këtë. Për i biri ku në jeton gjithë. Faleminderit shumë. Premi jetë ke vot. Gjithmonë ke që rësëmir. Nuk bilion kur ramet pas nga baba. 30 ditë që na ndojnë deri me një muaj me tana forcat. Pasha zona ba ka ardhur aty ku nuk bën më. Duhet me ndryshim patjetër. Po ju lajm disa prej pikave të programit ton për 100 ditë të para qeverisjes tonë. Ja i zë kategorish për 245. Bërni. Faleminderit shumë. Bukur shumë. Faleminderit. Ky popull a lodh, a mërzit. Mu e parë ka marrë dhe një të pjesë. Hajde, faleminderit, se zoti. Ai E çot fitoria edhe të njëjtë inshallah. Do sjetohet më. Ty fish në i ka bëtë takset, krasi me sa më, edhe dhe me i quj 170.000 lekë mua. Ky është ish kryetari i bashkisë më i mirë që ka pas Shkodër. Unë kam i dyqan betonale zotnjën apo e majti prantimin e pastaj se ka kanë kullom këj dhe i vend. Unë ju urej sukses edhe inshallah shkoni atje te vendi ku duhet për me plotësuar ata që janë plotësueshme. Faleminderit shumë. I kthem dhe një lere Shkodrës. Po. Faleminderit shumë. Edhe herë tani të mira. Toanve po ky është zotnjimi. Tas janë pushtet me kanë punë fikën fit. Po, e vërtet. Ne jena veserim fil kret kot. E tham kujda për gjithë. E vërtet shumë. Ma çka më thon dhe. O burrë i shohëm tani më zot më liru prej tyne. I grimi shini, mas më bon, është fatalitet. I grusht. Është 2 milion banorë s'kena me, si i thojnë është ma menaxhueshme. Edhe prapë si prapë. Po ky e menaxhon nga ana tjetër, se ky do me i kontrollu gjithë. Çështja është në vend që me bëha hapa para, kena bëha hapa të mëj mrapa. Është të tmerrshme. Shumë mrapa. Ju uroj tani të mira. Faleminderit shumë. Menaxhu fort mos e na marru me çdo. Ma këtë se ka shku ke vend. Ko marru, ky vend, a shef. Si janë lëdri do në Rusin. Në 15, a dana me festu për... Dona me festu në shesh të malë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Duke i ftuar të votojnë numrin 1 dhe Partinë Demokratike, koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore, Spahia garantoi se pas 11 majit Shkodra dhe Shqipëria do t'i kthehen normalitetit dhe qytetarët do t'jenë të parët.